E njerëz, përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në vlogun e radhës. Kam përshtypjen që tani do shifemi shumë shpesh bashkë dhe para se të filloj, dua t'ju falenderoj të gjithëve për urimet që më keni bërë si në Instagram, si në YouTube, ashtu edhe në TikTok, por jo vetëm, edhe telefonatat që më keni bërë, dua t'ju falenderoj nga zemra të gjithëve, një nga një, në pamundësi për t'ju kthyer përgjigje në për mesazhe, sepse janë të shumt, doja t'ju falenderoja këtu. Okej, unë tani jam tek dhoma e gjumit dhe dua t'ju tregoj disa gjëra shumë të bukura që kam marrë sot dhe në fakt mezi po pres t'i ndaj me ju. Unë kisha vendosur të mos merja pemë këtë vit, por ndodhi e kundërta. Dhe kjo për faktin sepse pema që unë kisha u prish edhe nuk doja të shpenzoja sërish për një pemë. Për momentin, nuk është se kisha vendosur që të mos merja më kur pemë një të ndime. Por, gjejeni çfarë? Oda Shop u kujdes që unë të mos rria pa pemë këtë vit edhe do t'rregoj tani edhe ju bashkë me pemën, kam marrë edhe dekoret, i kam marrë të njëjtë si që ishte në foton e studios që doja u lë diku këtu. Unë do ju t'rregoj një herë se çfarë më ka ardhur saktësisht edhe më pas do kalojmë nga kuzhina për ta rregulluar së bashku. Gjithashtu, tek dhoma tjetër po pret edhe Roani. Tani, te ky kartoni këtu kam pemën që nuk po e hap tani, e hapim pastaj për ta parë dhe tek një karton tjetër që kam këtu poshtë kam të gjitha dekoret që do më duan. Okej, pema ime këtë vit do të jetë e kuqe, siç e shikoni, edhe këtu kam topa të tillë, janë 6 copë, mos gaboj, po, është edhe një tjetër, edhe tu kam dritat, ka shumë drita, nuk e di se sa metra janë, por realisht janë shumë. Edhe tjetër kemi këto lloj dekoresh me lule sheg të kuqe, nuk e di se çfarë janë. Pastaj kemi nga këto kemi goxha 2, 3, 4, 5, 6, pas ka shumë papel dhe pastaj është edhe ky koshi që është në disa pjesë, më duket se është ndarë në 4 pjesë dhe duhet të montohet. Okej. Po ka akoma si këto dhe tani ikim tek kuzhina për ta rregulluar dhe sistemuar bukur bashkë me ju. Unë sot do xhiroj me telefon sepse nuk kam bateri te kamera dhe nuk e kisha menduar që do bëja këtë vlogun, kështu që shpresoj të dëgjohem sa më mirë, por mendoj që nuk e kemi më ato probleme tani me zërin sepse kemi telefon të ri. Ikim. Më doli shpirti. Ishte më e vështirë se që mendoja.
Më ka nis një dhimbje mezi sot, sepse kam bërë të gjitha punët e shtëpisë, kam e kurosur gjithë paraditën, edhe tani ju betojmë që mezi po qëndroj në këmbë, por duhet të bëj darkën, kam nxjerr njëshin për të shkrirë dhe ndërkohë do ju tregoj se çfarë mora sot paradite tek marketi. Isha një vrap. Mora vetëm disa gjëra çfarë më duheshin edhe me qenë se i kam tupat sistemuar akoma, do ju tregoj. Dhe si fillim, kam marrë këto të dyja, që t'ja fosë ti. Se më loth shumë. Apo që? Kam marrë kapse rrobash. Edhe këto të quhen furçat. Kam marrë këto kapset e rrobave sepse bleva dhe një tel për të ndehur rroba tani në kohën me shi që nuk thahet. Unë e kisha një të tillë, por më ishte prishur dhe bleva sërish, gjithashtu mora edhe kaps. Dhe një antidjerës. Po më e ashtu pak. Mora këtë antidjersën, unë kam një të tillë, kam 7 Day në mos gaboj, por duke qenë se nuk jam shumë e sigurt me përbërësit që ajo ka, sepse përdoret një herë në 7 ditë, vendosa të marr një kështu. Bleva për të aromën për shpinë. Bleva qesha fundit dhe një dip. Dip e robash. Furçat. Mos harroni të ndroni furçat e dhëmbëve. Ndroni. Merri çoj këto ndron. Kjo me lavando është e preferuara ime. Bie të rënd. Në lërë të të bufe. Si që... Këto çoja ndër ata? Kam një kështu Nescafe, është pa kafein, edhe do ta bëj tani. Ndërkohë që bëhet gjella, unë do pi këtë. Si ndihesh? Që ngjyrë e ka? Jo. U shërove tani? Mirëmëngjesi. Sot është e martë edhe do bëhemi gati për punë. Dje e kishim pushim, sepse ka qenë dita e alfabetit. Jemi pa makinë sot, sepse na i ka marrë burri makinën. Kështu që do na duhet të ikim në kamp. Ndërkohë Rani s'është zgjuar akoma dhe ora po shkon
7, do rri 2 minuta sa të pi këtë kafen, sepse sot kam 5 orësht edhe mund të ngelem pa kafe gjithë ditën, kështu që ndërkohë jashtë bie shi edhe ne do ikim me çadër. Hey njerëz, kam bërë një story në Instagram të Pema me kafen në dorë dhe ndërkohë pash që më kishte ardhur email nga Mom Kozi dhe jam shumë e lumtur për këtë bashkëpunim që do kem me ta, kështu që sapo i kam kthyer përgjigje. Tani duhet të çohem, duhet të bëj skincare-it, make-upin, flokët, duhet të gjej rrobat për vete për Roanin, ndërkohë duhet të zgjoj edhe Roanin dhe avash të nisemi. Të patë. Ka lofshi ditë të bukur. Do vish dalësh që këtu të kamera. Hajde. Ky është Roani. E njihni Roanin? Rohan Gjumashi. Ne sapo kemi ardhur në shtëpi, vetëm jam ndëruar dhe kam hapur disa pako këtu tek kuzhina, sepse para se të vija në shtëpi kam tërhequr 2 pakot e posta dhe dua që t'i ndaj me ju. E para është kjo kutia këtu nga Deborah Milano, edhe këtu brenda kemi disa karamele shumë të bukura. Si fillim është kjo karta e falënderimit, e cila është e personalizuar. Pastaj kemi një bronzer, kemi një laps ngjyrë roz e ëmbël, kemi concealer, kemi një fondatin me vitamin C, kemi këtë paletën me ngjyrat e tokës, kemi lipstick, kemi dhe një lip gloss, që është e njëjta ngjyrë me lapsin që ju tregova pak më parë. Dhe kutia duket kështu, është shumë e bukur dhe unë mezi po pres që të realizoj një video make-up tani me të gjitha këto produktet. Pakoja tjetër ishte nga Klea. Unë nuk e njoh tani Klean, e njoh prej vitesh dhe i kam përdorur shpesher produktet e saj. Dhe këtë herë vendosa të marr sapunin e strijave për barkun. Dhe është kështu. Dhe ka një erë goxha të këndshme. Tani unë do ta përdor vet edhe më pas do ju lë një review të sinqert nëse ja vlen ose jo. Ndërkohë dua të provoj pak të lip glossin. Lip glossi po.
Se më ishin tharë buzët. Se e futën më. Nuk është se e kam dhe shumë komode këtë kamerën. Pritë se më lëvizëm. Pra, mami di që nuk është vetëm më shumë mua. Normale njerëz, unë jam gjithmonë me Rohanin. Edhe kështu. Unë në fakt prisja dhe diçka tjetër, por me sa duket nuk ka ardhur akoma dhe më duket se është nga Kosova, prandaj ka vonuar, por kam porositur një mikrofon që të dëgjohem, jo të dëgjoj mirë sepse dëgjohem mirë me këtë telefonin, por që të bllokoj zhurmat e jashtme, pasi ato që pata ose më jam prishur ose unë i ngataroj edhe kam marrë ato të vjetrat që kam futur në lavatriçe. Nuk e di, një gjë e tillë ka ndodhur. Rani më jep dhe mua një nga ato. Dhe kështu që porosita një palë të tjera, kam marrë edhe një kam marrë edhe një ring light që vendoset tek kamera e telefonit. Tek telefoni atje lart kështu sipër për ndriçim më të mirë, duke qenë se unë këtë kohë jam më shumë në shtëpi se sa jashtë, ndriçimi këtu te shtëpia ime lë për të dëshiruar sepse nuk ka dritë. Dhe po thoja që jam fiksuar me këto Aribot këto kohë, kështu që mora 6 copë. Personi i vetëm që bën më shumë rrëmuj në shtëpinë tonë jam unë. Është Rani. Sepse Rani bën kështu letrash. Ka bërë gati. Rani vjen nga shkolla, ulet në tavolinë edhe bën kështu kuti McDonald's, bën Gjërë për gatim. bën fast food të shpejta, kurse unë bëj rrëmuj me pakot që ha. Kështu njerëz, tani unë kam dëshirë që të bëj vlogmas këtë vit. Dhe dua t'i bëj vërtet, do më thënë t'i nis dhe t'i mbaroj deri në datën 15. Por nuk dua t'ju premtoj sepse nuk dua t'ju dal nga fjalë. Do të dëgjojmë sërish se çfarë do të bëjmë për vlogmas. Nëse dhe ju jeni dakord edhe doni që unë të bëj vlogmas çdo ditë, komentoni. Po mos e mbërë se do mi në Nuk po e mbyll, se Rani ka për të thënë diçka. Qa kisha për thënë që Tjeri. Arroj. Njerëz, fundi po, dua vlog, fundi. Dua vlog. Bashkë do shihemi në vlogun e ratës. Ja, nuk do